Way you wanna be with me forever. The way you wanna be with me forever. Jeta është vetëm një fluturim. Unë kam ditur t'i mbjell të gjitha lulet që furtunat e jetës mi kanë prerë në mes. Dhe mendoj që kam bërë gjën më të mirë të mundshme. You wanna be with me forever. Ndjeva që asgjë nuk ishte ashtu siç e kisha menduar. Ka emocionet forta, shpesher doja të hapja derën, t'ikja me vrap, largohesha, por ajo që më mbajti ishte dita ime zero. Way you wanna be with me forever. Vendosa të filloj një jetë tjetër. Një jetë e shoqëruar me sytë e të gjithë njerëzve të cilët më kanë duar trokitur në skenë, po që për herë të parë doja t'i bëja pjesë të jetës time të përditshme. Ja ku jemi sot, në ditën e fundit, dhe mendoj që kam bërë hapin më të rëndësishëm të historisë time. Takimi që do të veçoja nga Bigu ishte takimi me Livian, të hysh në një lojë si Big Brother, mendoj që shoqëria vjet në një peshore shumë të madhe. Përveç miqësive që krijova, pata zhgënjimin më të madh nga largësia. Ajo fiton në vdes, është gjetur në kryqësirë. Miqt të cilët nuk janë të vërtet të falin çdo gjë, vetëm suksesin nuk ta falin. Nga ertët ju desh pak kohë për të bërë mik i vërtet dhe për të ma falur suksesin. Big Brotheri im, jo që nuk ka qenë i lehtë, po ka qenë më i rëndë se që mund ta kisha paramenduar ndonjëherë. Unë jam në dy flive dhe kam atë që se ke ti, dakor? Qa s'ka mu? Që jam në. Më preku në një pikë që nuk duhet sa bëj askush. Si nga barku im, si ta marrë diku do bëjmë 9 pikë. Shpesher jam gjetur përballë faktit të ta lësh shtëpinë. Jo sepse unë nuk e bëja dot, por ta lija sepse doja të ruaja njerëzit jashtë. Bigu më ka mësuar që nuk di çaj, jam e brisht, më dhëm kur më lëndojnë. Unë mendoj që nuk kam bërë asgjë tjetër, vetëm kam forcuar më tepër. Njeriu nuk e kupton kur sa i fortë është, deri në pikën që përballet me defektet e tij. Kam gabuar, kam lënduar, për gjitha fjalët e tepërta që ke thënë. Kam bërë diçka që po të ma bënte dikush tjetër do më dhimbte dhe kam gjetur forcën te pranimi i këtyre gjërave. Unë kam bërë një Big Brother të momentit. Prandaj kam shijuar shumë me të mirat, me këqijat, po ka patur dhe net që kanë qenë net që nuk i zbardha dot. Momentet e bukura në Big kanë qenë si ditëlindje për vjetorësh. Ardhja e mbesës ka qenë një moment mjaft i bukur i cili do të ngelet në memorien time gjatë. Fakti që vllai i madh më vuri përpara një zgjedhje që ta takoja ose jo, më bëri që të merrja përgjegjësi që me Egin nuk do ta bëja kurrë në jetë. Po ja që njeriu e gjeka forcën tek dobësia më e madhe. Kur them tefta, them shtëpi. Sigur e kam 92. Luret e para, pas 13 vitesh, i marr në shtëpinë e vllait të madh. Unë vërtet kam një motër të madhe, po të kisha një vlla i cili do më detyronte partnerin të më sillte lule, ky vllai më kishte munguar. Faleminderit shumë vllai i madh. Ky format më ka mësuar të mos i iki gjërave të mira që mi ka thënë jeta. Ky Big Brother më ka bërë të kem gjyra. Asnjë Rozan nuk do t'ishte nëse nuk do t'kishte këtë Rozanën e Bigut, këtë Rozanën e jetës.
unë i kam hequr pengjet nga jeta ime. Mendoj që kur të mbyll derën e shtëpisë së vllait madh, çdo gjë do të ngelet si në këtë dhomë këtu prej xhami. Ka lojra, ka këngë, ka të qeshura, ka lot, ka surpriza, ka magji. Dhe në momentin që gjithë këto bie, perdja mbyllet dhe ti vazhdon një rrugtim tjetër. Atë të jetës përtej kamerave, atë të vërtetin fare. Atë që vllai i madh të ka përgati ta përballosh mirë se që kishe përballuar kur ishe jashtë pa hyrë në këtë shtëpinë e xhamit të vllait të madh.